ishte dhurat që po i bëj atij të burgosurit brenda. Pra po i Lajert Haxhiu. Në burgun e Drenovës po i kishin bërë dhurat. Tani ata që kanë, shiko, kjo që quhet policia në këto komunikatat e veta fut këtë pasazhin inteligjenca policore. Tani imagjinon se inteligjencë kanë ta atje brenda, të kulmi inteligjencës. Pra, ky është një favor tjetër, edhe ky nuk i bëhet kujdo. Pra, ky është favor. Për shembull, nëse ma mend Gaxhai në tentativën që bëri në shkurtin e 2005-s te burgu 302, nga do e bënte arratisjen? Nga ambienti ku bëi takimi special, se aty e rikatëror, izoluar, nëpër atë tunelin dhe ishte çështje fati që ajo s'u realizua, se u shëm tuneli. Por edhe ajo është tentativa e fundit, me këto për të hapur tunele, se Gaxhai është si themon, ka qenë i dënuar apo i burgosur që ka tentuar më shumë herë me këto rrugët e tjera duke hapur tunele, duke thyer. Sa kishte deklaruar në fakt, ju keni detyrë duke thyer muret. Detyrën e tij. Pra ai ka bërë të gjitha tentativat për t'ikur. Tani të them edhe një herë te kjo pjesa te pyetja që bëre ti. Të gjitha këto lloj favorësh që ne sapo përmendëm, nuk i gëzojnë 98% e të burgosurve. I gëzojnë vetëm 2%. Dhe 2% janë o këto bosët e nivelit lartë, krimit organizuar, ose këta që vijnë nga edhe kanë mbështetje të fortë dhe lidhje të forta politike. Ta e thyen sistemin. Pra, burgu nuk preket nga këto fenomene se dikush ka qarë muret. Jo, burgu preket nga këto fenomene sepse ata lart kanë marrë të mirat materiale dhe kanë lejuar që të jetë ky akses. Dhe prandaj ne po flasim për gjëra që kemi marrë vesh, po sa ka ndodhur që ne si kemi marrë vesh aty brenda. Pra, ka shumë gjëra që ne nuk i kemi mësuar. Lëre pastaj, thash ku këto ambientet e luksit, pra u desh vrasja e Arbenlleshit në Peqin, që ne shikonim që atje brenda kishte ambiente fantastike, kishte komplete palestrash, masazhi, ku diun, aty ishte siç i tha i prokurori, kryetarit bashkisë që ta kemi bërë kafazin se hotel me pesyje. Por në fakt, me pesyje ishte aty brenda. Dhe ka raste kur dillet që bëjnë drejtuesit ose administratorët e burgjeve me ata që komandojnë botën e nëntëdhjetshme atje, i lejojnë ata që brenda të bëjnë festa, të mbledhin të dënuar të tjerë, të funksionojnë aty brenda një lloj siç kanë funksionuar jashtë.